Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Beatrix po përballet me sëmundjen e mamas, reagon Donaldi. Moderatorja e njohur shqiptare Bora Zemani festoi dje ditëlindjen e veçantë duke tërhequr vëmendjen dhe dashurinë e publikut, miqve dhe familjarëve të saj. Dita shënoi jo vetëm një tjetër vit në jetën e Borës, por edhe një moment të reflektimi për rrugtimin profesional dhe personal që Bora ka ndërtuar ndër vite. E njohur për elegancën, profesionalizmin dhe komunikimin e drejtpërdrejtë me publikun, ajo ka arritur të jetë një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar. Në mesin e shumë urimeve të ndjera që ka marrë, një nga më të komentuarat ka qenë ai nga partneri i saj, Donald Veshaj, ku i thotë: "Të dua, ta them shpesh sa që duhet të shpik një fjalë tjetër në këtë ditë të veçantë për ty", ka shkruar Donaldi. Marrëdhënia e Borës dhe Donaldit ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes, veçanërisht pas ngjarjeve që ndodhen në Big, ku përfol për tradhtin me këngëtaren Beatrix Ramosaj në sy të miliona shikuesve. Megjithatë, koha duket se ka sjellë reflektim dhe një kapitull të ri për çiftin, të cilët kanë zgjedhur të ecin përpara duke lënë pas të shkuarën.